Qofse qytetarët e komunës Sarajt votojnë për mua, unë si prioritet do ta kem ujin e pishme për gjithë banorët e komunës Sarajt, kanalizimi të jetë funksional, të ketë një arsim cilësor në gjitha shkollat e fillore që janë në territorin e Sarajt, dhe bizneset, investitorët ta bëjnë punën e vetë, biznesin ta bëjnë në mënyrë pavarur, mos jenë shantazhuar nga kryetari i komunës, nuk do të jenë shantazhuar nga kryetari i komunës dhe administrata komunale, por gjithmonë do të jem shërbim tine dhe për një punë cilësore për të mirën e tyre dhe të mirën e banorëve të komunës Sarajt. Shoqërinë kulturale-artistike në komunën Sarajt që funksionon do ta kenë mbështetjen time dhe do të kenë kreativitet që të lulëzojë komunën e gjitha shoqërive në komunën e saj, do ta kenë mbështetjen financiare dhe do t'i ndihmoj për punën e tyre.